Ky është edhe lajmi më i ri vëllezër e motra, pra nga Gjermania, Friedrich Merz zgjidhet pra kancelari i ri gjerman. Siç e dini vëllezër e motra, pra ky është prit që shumë kohë dhe e dim që ka premtuar ligje të ndryshme sa i përket edhe çështjeve të imigracionit, por çka është e mira siç ju kam njoftuar edhe në të kaluarën, nuk ka prek pra në pika ku i përfshin edhe njerëz të cilët janë të integruar këtu dhe të cilët punojnë pra në mënyrë të rregullt. Më shumë pra këta janë fokusuar në të huaj të cilët janë siç për shembull nga Afganistani, Siria, e vende edhe nga Ballkani, por të cilët janë më shumë në azil. Pra ata do të preken më shumë dhe do të rrezikohen më shumë. Edhe gjithashtu siç u kam pas njoftuar, pra ligjin për marrjen e shtetësisë për 3 vite, pra do ta hjekim, pra më nuk do të jetë aktiv. Por tash për tash është aktiv, por gradualisht ky tash do ta hjek pro këtë ligj dhe do të mbetet prap ky ligj i tjetër që është aprovuar pro gjatë mandatit të Olaf Scholz, i cili e mundson për marrjen e shtetësisë për 5 vite. Unë veç tash që njoftoj që për domosdoshmë me herën e dytë pra të votimit, pra ja doli dhe u zgjedh kancelar pra i Gjermanisë. Nuk pesgjati më shumë këtë video. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.